Nga gjeniu I pavarësisë Ismail Qemali Bej vlorat e tragjedia e sotme, si Edi Rama dhe epopeja e tij pathologjike shkatëruan Shqipërinë. Ismail Qemali Bej Vlora është padyshim figura themelore e historisë moderne shqiptare, një intelektual I thellë, një strateg I mençur dhe një burr shteti I vërtetë, që jo vetëm ngriti flamurin e pavarësisë më 28 nëntor 1912 në Vlorë, por edhe vendosi themelet e shtetit shqiptar modern. Ai ishte një vizionar I rrallë, I arsimuar në mënyrë shkencore dhe me një përgatitje të jashtëzakonshme diplomatike, I cili e kuptonte rëndësinë e bashkimit kombëtar dhe pavarësisë si kusht jetik për mbijetesën e shqiptarëve në Ballkan. Përveç aftësive të tij intelektuale, Ismail Qemali dalloi edhe për kurajon dhe vendosmërinë, duke përballuar me sukses sfidat e mëdha politike dhe ushtarake të kohës në një periudhë tepër të vështirë historike. Ai krijoi bashkëpunimi me fuqitë e mëdha evropiane dhe ndërkombëtare, duke shfrytëzuar çdo mundësi për të garantuar njohjen e Shqipërisë dhe ruajtjen e territoreve të saj, në një kohë kur këto ishin shumë të kërcënuara. Ndërkaq, sot, situata në krye të vendit është krejt ndryshe. Në krye të Shqipërisë ndodhet Edi Rama, një udhëheqës që mungon thelbësisht në vizion të qartë, në përkushtim të sinqertë dhe në aftësinë për të përfaqësuar interesat madhore të kombit. Në vend që të sjellë reforma të thella, përparim dhe stabilitet, ai shfaqet shpesh I hutuar dhe I paqartë për rrugën që duhet ndjekur. Mungesa e aftësisë së tij për të udhëhequr vendin në drejtimin e duhur është aq e qartë dhe shqetësuese, saqë jo pak ekspert, analistë dhe qytetarë të thjeshtë e përshkruajnë atë si një idiot patologjik. Një person që nuk është vetëm I paaftë për të kuptuar sfidat reale të Shqipërisë, por edhe për të marrë vendime të duhura që do të shërbenin për interesin më të mirë të vendit dhe qytetarëve të tij. Kjo paaftësi dhe mungesë përgjegjshmërie ka sjellë jo vetëm stagnim, por edhe përkeqësim të situatës ekonomike, sociale dhe politike të Shqipërisë, duke bërë që ëndrat dhe përpjekjet shekullore për një shtet funksional dhe të zhvilluar të duken gjithnjë më larg. Ismail Qemali, gjeniu që krijoi Shqipërinë. Ismail Qemali ishte një personalitet I shumëanshëm dhe me ndikim të thellë në historinë e Ballkanit dhe më gjerë. Ai ishte jurist me arsim të avancuar, diplomat I zoti dhe politikan me përvojë ndërkombëtare, I njohur për aftësitë e tij të shkëlqyera negociuese dhe menaxhuese. Nuk ishte thjesht një figurë lokale ose rajonale, por një burr shteti me horizont të gjerë, I cili kishte studiuar dhe punuar në vendet e perëndimit, ku mori njohuri të thella në drejtësi, administratë dhe diplomaci. Përmes këtyre eksperiencave, Qemali krijoi lidhje të fuqishme me diplomatët dhe elitën politike të fuqive të mëdha evropiane si Britania e Madhe, Franca dhe Austro-Hungaria, të cilat kishin një rol vendimtar në fatet e Ballkanit. Në një kohë kur Shqipëria ishte ende nën sundimin e perandorisë osmane, e copëtuar dhe e përçar, Ismail Qemali ushua për përkushtimin e tij të palkundur për çlirimin kombëtar dhe ndërtimin e një shteti sovran dhe të pavarur shqiptar. Ai ishte ndër pak liderët që e kuptonin thelbin e nevojës për unitet kombëtar dhe bashkim të krahinave të ndryshme shqiptare, të cilat deri atëherë ishin shpesh në kundërshtim me njëra tjetrën. Në këtë frym, ai arriti të mbledhë rreth vetes një grup përfaqësuesish nga të gjitha vizet e Shqipërisë, duke formuar një front të bashkuar dhe të qëndrueshëm, që për herë të parë në historinë moderne shqiptare shfaqej si zëri I vetëm I popullit shqiptar. Më 28 nëntor 1912, në qytetin e Vlorës, Ismail Qemali ngriti flamurin shqiptar dhe shpalli pavarësinë, një akt historik që shënoi fillimin e një epoke të re për shqiptarët. Por puna e tij nuk u ndal këtu. Ai menjëherë nisi një fushat intensive diplomatike për të siguruar njohjen ndërkombëtare të Shqipërisë së re nga fuqitë e mëdha të kohës, një detyrë tepër e vështirë në një arenë ku interesat gjeopolitike ishin komplekse dhe shpesh kundërshtuese. Me një qasje të matur, të mençur dhe të përgatitur mirë, Qemali arriti të mbajë kontakte dhe të zhvillojë negociata që garantuan njohjen e pavarësisë dhe integritetit territorial të Shqipërisë, duke shmangur shpërbërjen e mundshme të vendit në zona ndikimi të huaj. Këto veprime diplomatike dhe politike treguan jo vetëm aftësitë e tij të jashtëzakonshme si lider, por edhe përkushtimin e palkundur ndaj kauzës kombëtare dhe një vizion të qartë për Shqipërinë si një shtet modern dhe sovran. Ismail Qemali mbetet simbol I guximit, I mençurisë dhe I përpjekjeve për të ndërtuar një Shqipëri të lirë dhe të bashkuar, edhe në kushtet më të vështira historike. Përballja me sfidat e asaj kohe. Në fillim të shekullit 20, Shqipëria ishte një vend I varfër dhe I copëtuar, me një histori të gjatë sundimit të huaj dhe me mungesë të theksuar të institucioneve të qëndrueshme. Territori I saj ishte I rrethuar nga fqinj me ambicie territoriale të qarta, si Serbia, Mali I Zi, Greqia dhe Bullgaria, që kërkonin të shtrinin ndikimin e tyre mbi tokat shqiptare. Në këtë kontekst, Shqipëria gjendej në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, mungesa e një ushtrie të organizuar dhe të pajisur. Infrastruktura minimale dhe institucione qeverisëse të dobëta e bënin të vështirë mbajtjen e integritetit territorial dhe funksionimin e shtetit.
Për më tepër, mungesa e njohjes ndërkombëtare nga fuqitë e mëdha e vendoste Shqipërinë në një pozitë të brishtë, duke rrezikuar coptimin e saj dhe shndërrimin në një skenë të konfliktit të përhershëm rajonal. Me gjithë këto sfida kolosale, Ismail Qemali dhe bashkëpunëtorët e tij nuk u dorëzuan asnjëherë. Me vizion dhe vendosmëri, ai nisi krijimin e institucioneve të parashtetërore shqiptare, një hap thelbësor drejt konsolidimit të pavarësisë dhe ndërtimit të një shteti funksional. Në drejtimin e tij u themelua një administratë e thjeshtë, por efektive, e cila nisi të organizonte jetën publike dhe të krijonte rendin në territorin e sapo shpallur. Një tjetër sfidë madhore ishte ndërtimi i një ushtrie të vogël por të disiplinuar, që do të mbronte kufijtë e Shqipërisë dhe do të garantonte sigurinë e brendshme në një periudhë kaosi dhe trazirash. Pavarësisht mungesave materiale dhe presioneve të jashtme, Ismail Qemali dhe ekipi i tij bën gjithçka të mundur për të mbajtur vendin në këmbë, duke e bërë Shqipërinë të qëndrojë e palkundur në një botë që ndryshonte me shpejtësi. Kjo periudhë ishte vetëm fillimi i një rrugëtimi të gjatë dhe të vështirë për ndërtimin e shtetit shqiptar, që kërkonte jo vetëm guxim dhe durim, por edhe një vizion të qartë dhe një përkushtim të palkundur ndaj interesit kombëtar. Sfidat e mëdha që Shqipëria përballoi në ato vite, përfshirë krizat politike, konfliktet e brendshme dhe ndërhyrjet e huaja, nuk i zbehen dot përpjekjet e Ismail Qemalit, i cili mbetet simbol i qendresës, i unitetit dhe i aspiratave për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur. Epoka e tranzicionit dhe pasojat e mungesës së vizionit. Pas një periudhe të gjatë dhe të trazuar historike, ku Shqipëria kaloi nga monarkia drejt diktaturës komuniste, vendi nisi një proces të vështirë tranzicioni në fillim të viteve 1990. Ky kalim nga një sistem autoritar drejt një shoqërie demokratike dhe ekonomie të lirë ishte një sfidë e jashtëzakonshme për një vend që nuk kishte asnjë traditë të fortë demokratike dhe ku institucionet ishin të dobta dhe të centralizuara për dekada. Me radhë. Por, për fat të keq, ky tranzicion nuk u menaxhua me kujdes dhe përkushtim, duke krijuar një rrëmuj të madhe në skenën politike dhe ekonomike të Shqipërisë. Në këtë periudhë, korrupsioni u përhap në mënyrë alarmante në të gjitha nivelet e qeverisjes dhe shoqërisë. Institucionet publike, që duhej të ishin shtyllat të shtetit të së drejtës dhe garantët e shërbimeve për qytetarët, u dobësuan në mënyrë të dukshme, duke u shndërruar shpesh në mjet e kontrolli dhe përfitimi për elitën politike dhe ekonomike. Shumë nga ata që erdhën në pushtet gjatë këtyre viteve, përkundër premtimeve të mëdha për ndryshim, humbën lidhjen me realitetin dhe interesat e qytetarëve të thjeshtë, duke përqendruar pushtetin dhe pasurinë në duart e tyre. Kjo situatë krijoi një hendek të thellë midis elitës politike dhe popullit, duke sjellë zhgënjim, pasiguri dhe mosbesim ndaj institucioneve shtetërore. Vlerat dhe idealet e lirisë, bashkimit dhe përgjegjësisë që karakterizuan periudhën e Ismail Qemalit dhe brezin e tij, ku çdo përpjekje kishte për qëllim ndërtimin e një Shqipërie të lirë, të pavarur dhe të drejtë, u zbehen gradualisht. Në vend të kësaj, vendi u përfshi në një cikël të pandalshëm korrupsioni, nepotizmi dhe mungese transparence, që pengoi zhvillimin normal demokratik dhe ekonominë e qëndrueshme. Kjo periudhë e tranzicionit, e shoqëruar nga kriza të thella politike dhe sociale, u shndërrua në një test të rëndë për Shqipërinë dhe për të ardhmen e saj. Megjithatë, sfidat e mëdha nuk kanë zbehur plotësisht dëshirën e shqiptarëve për ndryshim dhe për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më të përparuar. Ku vlerat dhe parimet e themeluara nga figura historike si Ismail Qemali të rifitojnë vendin e merituar në jetën publike dhe politike. Edi Rama, epoka e paftësisë dhe dështimit. Edi Rama, i cili u bë kryeministër për herë të parë në vitin 2013, erdhi me premtime të mëdha për një rilindje të Shqipërisë, duke shpallur reforma të thella dhe ndryshime radikale në drejtim të zhvillimit, transparencës dhe luftës kundër korrupsionit. Megjithatë, realiteti i periudhës së tij në pushtet ka qenë shumë larg kësaj vizioni të premtuar. Në vend që të përfaqësonte një udhëheqës të zgjuar dhe me vizion, qeverisja e Edi Ramës është shoqëruar me dështime të shumta që kanë thelluar krizën në shumë fusha jetike të vendit. Lufta kundër korrupsionit, një prej sfidave më të mëdha dhe më të pritshme nga qytetarët, është zhvilluar në mënyrë të dobët dhe shpesh edhe selektive. Në vend që të shkatëronte rrjetet e errëta të korrupsionit që kanë infektuar çdo nivel të shtetit, shumë prej këtyre strukturave janë mbrojtur dhe madje kultivuar nga vetë pushteti. Kjo ka krijuar një atmosferë ku korrupsioni ka lulëzuar, duke ushqyer klientelizmin dhe duke thelluar ndarjet në shoqëri. Në planin politik, Rama ka imponuar një model autoritar qeverisjeje, duke konsoliduar pushtetin në mënyrë të pakontestueshme dhe duke kufizuar rëndësisht hapësirën për kritik dhe llogaridhënie. Kontrolli mbi median është forcuar, ku shumica e mediave janë kthyer në vegla propagandistike që nuk guxojnë të sfidojnë pushtetin apo të denoncojnë abuzimet. Institucionet e pavarura, që duhet të funksionojnë si garant të demokracisë, janë politizuar dhe përdorur si mjete për të mbrojtur interesat e një grupi të ngushtë, duke shkelur parimet themelore të ndarjes së pushteteve.
Reformat që Rama ka premtuar në fushat kyçe si drejtësia, arsimi dhe ekonomia janë bërë vetëm në mënyrë të pjesshme dhe shpesh sipërfaqësore. Reforma në drejtësi, e cila ishte një nga kushtet kryesore për integrimin evropian, ka rezultuar e mangët dhe me rezultate të dobta në luftën kundër krimit dhe korrupsionit të larë. Sistemi arsimor mbetet I paaftë për të ofruar njohuritë dhe aftësitë që kërkon tregu I punës, duke e lënë Shqipërinë me një brez të rinj jo të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Ekonomia, ndërkohë, ngadalësohet nga mungesa e investimeve serioze dhe nga një klimë e pafavorshme biznesi, ku korrupsioni dhe burokracia mbeten pengesa kryesore. Në fund, politika e Edi Ramës është karakterizuar shpesh nga vendime të nxituara, populizëm I përsëritur dhe mungesë analize të thellë. Vendimet që merren pa planifikim afatgjatë dhe pa konsensus shoqëror kanë sjellë pasoja negative për ekonominë, shoqërinë dhe stabilitetin politik. Kjo qasje ka shkaktuar dëmtime të thella në besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe ka nxitur emigrimin masiv të rinjve, duke dërguar Shqipërinë në një kolaps social dhe ekonomik të paralajmëruar. Edi Rama, në vend që të jetë një lider me vizion dhe arsimim të thellë, është perceptuar nga shumë si një udhëheqës jo I përgatitur, I pazhvilluar intelektualisht dhe larg problemeve reale të vendit. Ai ka shfaqur shpesh mungesë të kuptimit të sfidave komplekse që përballon Shqipëria dhe paaftësi për të marrë vendime strategjike. Në këtë mënyrë, ai ka kontribuar në përkeqësimin e situatës duke e zhytur vendin në korrupsion të thellë, kriminalitet të organizuar dhe një braktisje masive të popullsisë, sidomos të rinjve që shohin të ardhmen jashtë vendit të tyre. Në përmbledhje, qeverisja e Edi Ramës nuk ka arritur të japë asnjë nga rezultatet e premtuara, duke thelluar krizën e një shteti tashmë të brishtë dhe duke çuar Shqipërinë në një udhëkryq të rrezikshëm. Ku mungesa e drejtimit të përgjegjshëm dhe vizionit serioz rrezikon të shkatërrojë përfundimisht mundësitë për një të ardhme më të mirë. Ku gaboj Shqipëria? Humbja e vizionit dhe udhëheqjes së mençur. Shqipëria ka kaluar nga periudha e udhëheqësve të mëdhenj dhe vizionar si Ismail Qemali, që ishin strategë të ditur me një përkushtim të thellë ndaj interesit kombëtar. Në një klasë politike që shpesh punon për interesa personale, klienteliste dhe afat shkurtra. Ky kalim është një nga gabimet më të mëdha historike të vendit tonë. Në vend që të konsolidojmë shtetin e së drejtës dhe të ndërtojmë institucione të forta, kemi lejuar që politika të mbetet e kapur nga kalkulime të vogla dhe mungesë përgjegjshmërie. Udhëheqësit që nuk kanë vizion përtej mandatit të tyre, që nuk dinë të bëjnë plane afatgjata për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, kanë kontribuar në rënien e besimit të qytetarëve dhe në shtimin e krizave politike dhe sociale. Kjo mungesë vizioni ka bërë që Shqipëria të ngesë në një cikël të pandërprerë krizash dhe konflikti të brendshëm, duke humbur mundësitë e artë për zhvillim që ishin prezente në dekadat e kaluara. Dobësia e institucioneve. Një tjetër gabim thelbësor ka qenë paaftësia për të ndërtuar dhe mbajtur institucione të pavarura dhe të fuqishme që mund të garantojnë drejtësi, transparencë dhe llogaridhënie. Në vend që të forcojmë gjykatat, prokurorinë, policinë dhe administratën publike, kemi parë përkeqësimin e rolit të tyre, shumë herë të instrumentalizuar politikisht për të mbrojtur interesa partijake. Kontrolli I pushtetit mbi këto institucione ka çuar në një sistem ku drejtësia shpesh nuk funksionon për qytetarët, por për fituesit politik dhe ekonomisë së errët. Kjo dobësi e institucioneve ka ulur ndjeshëm cilësinë e qeverisjes dhe ka nxitur fenomenet negative si korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin. Korrupsioni dhe nepotizmi. Ky është ndoshta problemi më I thellë dhe më shkatërrues për Shqipërinë. Në vend që të krijojmë një sistem transparent dhe meritokratik, kemi lejuar që korrupsioni dhe nepotizmi të bëhen norma të përditshme në jetën publike dhe private. Kjo ka krijuar një kulturë ku lidhjet familjare dhe klienteliste vendosin më shumë se aftësitë dhe meritat. Qytetarët e ndershëm shpesh ndihen të pafuqishëm dhe të zgënjur, duke humbur shpresën për një jetë më të mirë dhe për mundësi të barabarta. Korrupsioni nuk ka goditur vetëm imazhin e vendit në botë, por ka edhe kosto të larta ekonomike, duke larguar investitorët e huaj dhe duke penguar zhvillimin e qëndrueshëm. Mos investimi në arsimin dhe kapacitetet njerëzore. Një nga gabimet më tragjike është neglizhenca e vazhdueshme ndaj sistemit arsimor dhe zhvillimit të kapaciteteve njerëzore. Shkollat dhe universitetet tona nuk kanë marrë mbështetjen e duhur për të ofruar një arsim cilësor dhe modern, I cili do të mundësonte formimin e një brezi të ri të aftë dhe inovativ. Si rezultat, shumë prej talenteve dhe të rinjve më të mirë janë detyruar të ikin jashtë vendit në kërkim të mundësive më të mira, duke sjellë një humbje të madhe për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare, fenomeni I njohur si ike e trurit. Kjo largim I vazhdueshëm I intelektualëve dhe profesionistëve po e dobëson seriozisht perspektivën e zhvillimit afatgjatë të Shqipërisë, duke e bërë të vështirë për vendin të përparojë dhe të konkurrojë në arenën ndërkombëtare. Në përmbledhje, Shqipëria ka humbur rrugën kur ka lejuar që këto probleme të rrënjosura historikisht të vazhdojnë pa u trajtuar seriozisht. Pa rikthimin e një vizioni të qartë, forcimin e institucioneve, luftën e vërtetë kundër korrupsionit dhe investime të fuqishme në arsim dhe zhvillim njerëzor,
Shqipëria rrezikon të ngecë në një rreth vicios të stagnimit dhe degradimit social dhe ekonomik. Shqipëria ka humbur shumë, por nuk ka humbur shpresën. Nga Ismail Qemali Bej Vlora, një gjeni që ngriti një kombë me guxim, vizion dhe përkushtim të pakrahasueshëm, kemi zbritur në epokën e erët të Edi Ramës, ku paftësia, mungesa e integritetit dhe vizionit strategjik po rënojnë themelet e shtetit dhe shpresat e një populli. Por kjo nuk duhet të jetë fundi i historisë son të lavdishme. Shqipëria është një vend me një histori të pasur dhe një kulturë të thellë, dhe shqiptarët kanë në adnën e tyre një forcë të jashtëzakonshme për t'u ringjallur, për t'u bashkuar dhe për të ndërtuar një të ardhme të ndritur. Tani është koha që çdo shqiptar të zgjojë ndërgjegjen, të reflektojë mbi rrënjët dhe vlerat e kombit të tij dhe të kërkojë me vendosmëri ndryshime të thella, jo vetëm në strukturat politike, por edhe në vetë mentalitetin dhe sjelljen kolektive. Vetëm duke rikthyer mençurinë e udhëheqësve të mëdhenj si Ismail Qemali, për kushtimin e pakompromis ndaj interesit të përbashkët dhe patriotizmin e zjarrt, Shqipëria mund të dalë nga errësira dhe të ngrihet përsëri në pjedestalin që i takon në familjen e kombeve të lira dhe të respektuara. Është detyra e brezave të sotëm që të marrin në dorë fatin e vendit dhe të ndërtojnë një Shqipëri të fortë, të drejtë dhe të barabartë, ku drejtësia funksionon, ku korrupsioni luftohet pa kompromis, dhe ku çdo qytetar ka mundësi të zhvillohet dhe të kontribuojë në përparimin e kombit. Kjo është betejë e vërtetë që kërkon guxim, unitet dhe vizion, një betejë që shqiptarët duhet ta fitojnë me krenari dhe vendosmëri. Vetëm kështu, me besim në veten tonë dhe me dashuri për atë dheun, Shqipëria do të ngrihet përsëri, më e fortë, më e bashkuar dhe më e ndritur se kur më parë. E ardhmja e Shqipërisë është në duart tona, dhe është e pashmangshme që ajo të shkëlqejë si një yll udhërrëfyes për gjithë rajonin dhe më gjerë. Kjo është sfida dhe shpresa jonë më e madhe.